Prahin policin jashtë detyre në Viti, 2 persona në kërkim. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në fshatin Gremov të Vitis, ku një zyrtar policor është sulmuar jashtë detyre. Sh.A, 30 vjeç, ka kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën klinike mjekësore familjare në Viti, pasi dyshohet se është sulmuar fizikisht nga disa persona. Por si ndodhi ngjarja? 30 vjeçari ishte duke dalur nga një kafiteri, e që fillimisht njëri nga të dyshuarit ka filluar ta fyente verbalisht, e më pas duke e sulmuar me grushta e shqelma. Me të dyshuarin kryesor kanë qenë edhe 2 persona të tjerë që kanë rrëzuar viktimën në dyshemi, derisa dëshmitarët e rastit kanë ndërhyrë për t'i ndarë. Personat e dyshuar janë Liridon Misini, Shamsedin Misini dhe Bledar Misini. Ky i fundit pas intervistimit me urdhër të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt, kurse 2 të tjerët janë shpallur në kërkim. Rasti është regjistruar si sulm ndaj personit zyrtar, ndërsa hetimet janë duke vazhduar.